Në fshatin Zhurë të Prizrenit vazhdon të kremtohet tradicionalisht brez pas brezi, çdo 13 mars dita e verës. Kjo festë dikur ka ngjallur ndjenja gëzimi e kënaqësie në çdo familje zhuriane, por që vitet e fundit edhe kjo pjesë e traditës son ka pësuar zbeje të konsiderueshme. Ka një zbeje të theksuar, sipas traditës në fshatin Zhurë, pas ditën e festës së verzës, vezët e zjera i godasin të rinjët, duke zgjedhur vezët më të forta. Vashat mbledhnin lule borën e parë që lulëzon në pranverën e hershme, gatuej flija nga gratë e shtëpive, ndërsa natën dizej edhe zjarr që paralajmëronte pranverën. Por tani, banori i fshatit Zhurë, Osmani Drizaj, u shpreh se dita verzës nuk po kremtohet më si dikur në Zhurë, pasi që ka ndikuar shumë faktor. Para që më thonë, ja 40 vjetë, ka pas, shëshni, ka pas, me thonë, dishin, qitë ka dishin djemë e festoshin, që ta ka ukë mu, s'ko. Përse me ndonë që u spej? Shtë, ku më dishë po shka? Po si është festuar më herët? Festuar që ka pas dashni, ka pas, me thonë, nuk që unë, koha unë basi, që ta ka ukë. Çfarë keni bërë në këtë ditën e verzave ju? Që lullat që është në vërim, lidhëshin, knoshin, lushin. Ndërkaq Elsa Kurtaj theksoi se si e kaluan këtë ditë ajo dhe bashkëmoshatarët e saj. Kena të me sucët, edhe me vllojin tem, po shkëshanin e vllojin. Çfarë keni në këtë qese? Kena vo edhe bumbica. I keni zbukuruar vezët? Po. Ku ishit më parë? Ku ishit me shoqet dhe shok? Ishim të animal. Ndryshe në Prizren verëza kremtohet më shumë në Zhurë dhe rrethin, si dhe në komunën fqinje të Dragashit, në zonën e Opojës. Në Shqipëri, kjo festë është më e theksuar në qytetin e Elbasanit si dhe në veriun e vendit.